Zgjoni vazhdimisht gjatë natës e pabesueshme ajo që kjo shenjë tenton t'ju tregoj. Shpesh ju ndodh që t'ju zër gjumi, por pas disa orësh ju mund të zgjoheni sërish. Një gjë e tillë dëshmohet nga shkenca e vjetër kineze, ku do të thotë se secili orar ka një mesazh. Nëse ju keni probleme me gjumin nga ora 9 deri në orën 10, atëherë ju keni probleme me stresin dhe kështu rekomandohet që ju të praktikoni meditimin. Nëse keni probleme midis orës 11 dhe 1, janë sinjal i problemeve me zhgënjimin dhe rekomandohet që ju përsëri të praktikoni meditimin. Nëse ju zgjoheni midis orës 5 të mëngjesit apo 3 të mëngjesit, është sinjal se po ju ndodh diçka dhe asnjëherë nuk duhet injoruar. Rekomandohet të bëni lutje dhe disa stërvitje fizike për të qetësuar veten. Zgjimi i hershëm nga ora 5 të mëngjesit deri në 7 nënkupton se ju jeni të bllokuar nga emocione të shumta.